Në stacionin policor, Mitrovic Veri janë duke u bërë intervistime për shkak të dyshimit për manipulimin të numërimit të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës drejtori për rajonin e Veriut Veton Elshani. Sipas njoftimit të prokurorisë themelore në Mitrovic, janë 43 persona që do të intervistohen për shkak të dyshimit për manipulim të votave në komunat Leposaveç, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovic Veri dhe Mitrovic Jug. Numri të intervistuarve më i madh është në komunën e Mitrovicës së Jugut, ndërsa në Mitrovicë të Veriut po intervistohen edhe nga 3 komunat e tjera veriore. Policia e Kosovës ka dhënë detaje shtesë lidhur me incidentin me armë zjarri që ka ndodhur në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë. Sipas raportit 24 orësh të policisë me 31 janar 2026, rreth orës 15:20 në rrugën Fahri Fazliu ka ndodhur një incident mes dy grupeve, ku janë përfshirë 4 persona të dyshuar. Gjatë incidentit është raportuar përdorimi i armës së zjarrit, ndërsa më pas njëri nga të dyshuarit ka goditur me veturë një të dyshuar tjetër, si dhe 2 persona të tjerë, të cilët ishin dëshmitar të ngjarjes. Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar njësitë policore, të cilët kanë gjetur edhe sekuestruar 2 gëzhoja, një fishek dhe një predh. Një person i dyshuar është arrestuar. Policia e Kosovës ka bërë thirrje për kujdes të shtuar në trafik, veçanërisht për shoferët e avtomjeteve, për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike dhe rreshjeve të shiut që po mbizotrojnë në vend. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, policia ka apeluar që ngasësit të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të përshtatin shpejtësinë me gjendjen e rrugëve, duke theksuar se rrugët e lagshta rrisin rrezikun e rrëshqitjeve dhe aksidenteve. Autoritetet i kanë bërë thirrje shoferëve të mbajnë distancën e nevojshme, të ngadalsojnë lëvizjen dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, duke theksuar se siguria në trafik është prioritet dhe se kujdesi i shtuar ndihmon në ruajtjen e jetës. Rruga Pej Kuqisht vazhdon të përballet me rrezikun e rrëshqitjes së gureve, një problem që ka shqetësuar shoferët. Sot një gur i madh ka rënë nga mali dhe ka dëmtuar të rësisht një veturë. Ky incident i shton shqetësimet për sigurinë në këtë segment të rëndësishëm. Në përvjetorin e vrasjes së Ylfete Humollit, heroine e re që në moshën 16 vjeçare u ngrit kundër shtypjes dhe dhunës së regjimit serb, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë pjesë në përkujtim dhe ka bërë homazhe, duke vizituar familjen Humolli në Lopsht e Poshtëm. Gjatë vizitës u vendos një kuror lulesh në nder të Ylfetes dhe vëllait të saj, mentorit i rëndësishmor në betejën e Kusharës. Presidenti Osmani ka theksuar se sakrificat dhe guximi i Ylfetes dhe mentorit janë frymëzim i përhershëm për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe pasqyrojnë dashurinë e tyre të pakufishme për lirinë e vendit. Kujtimi i Ylfetes dhe mentorit shërben si simbol i përkushtimit ndaj lirisë dhe guximit, ndërsa vizita e presidentes Osmani është në shenjë respekti institucional dhe kombëtar për të rënët për atë dhun.